Argyes, ta fillojmë me Ballukën, ky është lajmi i parë. Sot, pasi u thirrë pa ndehur, pasi u thirrë si akuzuar, Ballukut tashmë i hiqet pasaporta e drejta për dalë jashtë dhe po ashtu kanë kërkuar dhe pezullimin e saj nga detyra. Çfarë mendon ti, çdo të pritet mas këtyre masave? Kjo është mas para arrestit, mendoj. Kjo është mas që e pengon zërin Balluku që dalja shtetit me qëllim që kur të arrestohet prapë mos ikë siç ka ikë zonës kryeministit tjetër, Tigri, Ben Ahmeti. Dhe tjetra e pezullon nga detyra sepse duke qenë detyra e ushtron presion ndaj Spakut për hetimet, për prish provat, për kërcënuar dëshmitar, për të dhe në fakt me çka ndal llafe lart e poshtë, ajo ka shpreh gjithandej mesazhe të tipit që unë s'jam si këta tjerët, keni kujdes etj etj, pra një lloj kërcënimi të fshehtë. Megjithatë këto vlen të shifen. Për mua është arritje që nuk ja mohojmë prezumimin e pafajësisë as kujt, secili ka drejtën me u përballë dhe në fund fare gjykata është që vendos, por për mua është arritje që Spaku tashmë ka guximin, ka kurajën, ka fuqin për të godit lart deri njerëzit më të afërt qeverisë dhe sigurisht që kjo ka vendosur në siklet qeverinë sepse është zëvendës kryeministri i dytë që i kapet Ramës, përveç se një shpurë të madhe njerëzve që kanë pas pushtet të rëndësishëm, ministra, ish deputet, kryetar bashkish, cilët kanë qenë njerëzit më të afërt të Ramës, bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë dhe persona me të cilën ai ka kriju këtë qeverisje, kaq sa ka kriju këtë që ka kriju. Dhe fakti që Spaku ka kap një pjesë të madhe të tyre tregon një farë mënyrë që kjo është një qeverisje super e korruptuar, domethënë një qeverisje ku zorse gjen një rit pastër dhe sigurisht që kur kryeministri shoqërohet me njerëz të cilët drejt për drejt nga prokuroria janë sulmues, po themi për çfarë dim dhe për çfarë flitet. Por ata që janë me fakte, me prova, me presh në duar, tregon që niveli i kësaj qeverie, niveli i korruptueshmërisë kësaj qeverisje është ku thret Qameti, domethënë është sikur më parë është një qeverisje që në çdo vend botës nuk do të mund mbijetonte dot. Mbijeton këtu se s'ka përballë asnjë alternativë kush e zëvendëson. Dhe kjo është fatkeqësia e këtij vendi, që kemi ngrit institucione për të parë, cilët po godasin. Dhe kohë kemi opozitë që zëvendësohet dhe kjo është. Ka opozitë, po s'ka as ndjeshmëri publike.